Kapitulli 4. Pastaj pash një derë të hapur në qiell, dhe zëri që kisha dëgjuar më parë të më fliste si trumpet, më tha: Ngjitu këtu lart. Do të tregoj ato që duhet të ndodhin më pas. U rrëmbeva menjëherë nga shpirti i shenjtë. Atje në qiell ndodhe një fron, dhe mbi fron rinte ulur dikush që i ngjante nga pamja një guri djaspri dhe sardi. Fronin e rrethonte një ylber që ngjante nga pamja me gur smeraldi. Rreth e qark fronit kishte 24 frone. Mbi këto frone rinin ulur 24 pleq të veshur me të bardha dhe me kurora të arta në kokë. Nga froni dilnin vetëtima, zëra e bubullima. Para ti digjeshin 7 shandan të ndezur që janë 7 shpirtrat e Perëndis. Para fronit ishte diçka si deti qelqt që ngjante si kristal. Në qendër, rreth rrotull fronit ndodheshin 4 gjallësa plot me sy, para dhe prapa. Gjallësa e parë ngjante me një luan, e dyta me një viç, e treta kishte fytyrën si fytyrë njeriu, ndërsa e katërta ngjante me një shqiponjë në fluturim. Secila prej të 4 gjallësave kishte nga 6 krah. Përreth dhe nga brenda ishin plot me sy dhe nuk pushonin as ditën as natën së thëni: I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti, Perëndia i gjithë pushtetshëm, ai që ishte, që është dhe që po vjen. Ndërkohë që gjallësat lëvdonin, nderonin e falenderonin atë që rinte ulur mbi fron, atë që jeton në shekuj të shekujve, të 24 pleqt binin përmbys para atij që rinte ulur mbi fron dhe adhuronin atë që jeton në shekuj të shekujve. Hidhin kurorët e tyre para fronit dhe thoshin: I denjë je ti, Zoti dhe Perëndia ynë, të marrësh lavdin, nderimin e fuqin, sepse ti ke krijuar gjithçka dhe me vullnetin tënd u bë e u krijua gjithçka.